Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin ton Monitor TV për të ndarë me ju lajmet edhe ngjarjet apo të rejat më të fundit në fakt nga jeta e artistëve shqiptar, nga jeta e personazheve të cilët na mbajnë bërthyer për ekranin. Do të flas tani për Mimoza Ahmeti, një grua e cila na bëri të gjithëve për vete, na fasionoi me zjuarsinë, me inteligjencën e saj, me intelektin që në fakt atë e karakterizonte dhe na dha një energji të bukur me qëndrimin e saj në Ferma VIP. Por siç duket, njerëzit të cilët kanë një pozitivitet fantastik, janë ato njerëz të cilët i mungojnë pafund publikut, i mungojnë pafund rrugtimit të njerëzve të showbizit dhe janë në pyetje se ku ndodhen, çfarë po bëjnë. Mimoza fillimisht njëherë ndodhet në Tiranë, ndodhet në shtëpinë e saj, nuk ka ikur larg. Ajo është duke kaluar ditët e ngrohta të verës brenda në shtëpi dhe duke shijuar famën, duke shijuar momentet, me patjetër duke bërë edhe një retro të kohës së saj në Ferma, duke bërë një matematikë se çfarë i dha Ferma dhe çfarë i mori Ferma. Realisht për mendimin tim nuk është se i ka marrë gjë, vetëm se i ka dhënë. Por çfarë Mimoza tregoi në Fermë, gjë të cilën ajo ndoshta nuk e tregonte më parë në jetë. Besoj që është një retro shumë e bukur që njeriu tregon sukseset, që njeriu tregon vlerën dhe që njeriu tregon të qenurit i guximshëm, sepse duke qenë i guximshëm, duke patur këtë guximin, ti mund të arrish të marrësh ato trofet e bukura të jetës. Mimoza Ahmeti u shfaq vetëm në një intervistë në televizionin Vision Plus duke mos dhënë në fakt detaje se si do t'jetë e ardhmja e saj, çfarë do të ketë e ardhmja e Mimozës. Mimoza ka treguar që në të ardhmen e saj të shpejtë dhe në të ardhmen e saj dinamike do t'jetë pjesë e një rrugtimi. Tash më pyesin të gjithë Tirana mendon që Mimoza do t'jetë pjesë e emisionit të Arbana Osmani duke dhënë një podcast pasi që ka një zjuarsi të jashtëzakonshme rreth kësaj rruge. Unë mendoj që Mimoza Ahmeti i shkonte një podcast në natyrën e saj, në tipin e saj, për t'i dhënë në fakt edhe një energji të bukur, edhe një mundësi të mirë për të qenë sa më pranë publikut. Nga informacionet që kam unë, ka plane Mimoza që të jetë pjesë e medjes, do me thënë kur them ka plane akoma nuk janë të finalizuara, por ka plane që të jetë pjesë e medjes, publiku e ka pritur shumë mirë, publiku e ka duar trokitur, e do shumë dhe shumë shpejt do ta shohim Mimozën në ekranet televizive.